s'ka t'i ekspertizë, ka përshushe peshës, të të teori, ti me ka t'jeni këtare në anë që s'ka qenë. Dhe i tani për përgjith do feshë, në taj natyre, që të datës i këna profesionale, në regullë që në regullë, mja këtë që s'po ka një kuptimë me nga vëvë, që mu gjithë një mërë me kalu prej qaj situatën, panelin, të interesu, që të gjithë kryetari kuvenit, në kryetarë dhe në kostuat kuvenit. A i nëzëshë me arrit një marrëveshje politike me ta që shpofojnë për me përkuar Milena Haxhi? Deri tani, vetia politike nuk është filluar asnjëherë për kryetarin e kuvenit dhe konstituimin e kuvenit, që dini vetia me konstituimin e kuvenit për qeverinë. Qëndrimet tona, saj përket qeverisë që i dini, jemi për qeverinë e opozitës, saj përket konstituimit kuvenit, jemi të interesuar nga procesi dhe njëherë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet atje. A ka lënë Milena Haxhi në të një variant? Nëse vendosje zgjidhje tjetër, ka shohur si do të ishte. Me gjatë e mendoj që do të ishte në interes të tyre që të propozojnë në një kandidaturë unifikuese ka në blokim. E nëse nuk të ligje, e propozojnë një seancë një? Po, tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë, pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajtë kështu Kosovën. Kuptohet, mujtë me diskutu kush e ka përgjësi, kush e ka fajnë, të gjitha faj vjen via të që s'ka shumicë, pa se ka shumicë, si ka votat, edhe nuk jem do një opcion bashkëpunimi. Bashkëpunimi nuk është vetëm banë si të mund, nësi ju duhen votat tona, atër duhet me bashkëpunimi.